U rikthyem përsëri në studio për të filluar edhe me diskutimin ton. Dua ta nisim me shoqatën e infermierëve të psikiatrisë që së fundmi edhe keni hapur siç e pam edhe në kronikën paraprakisht. Çka është qëllimi, dedikimi edhe ajo punë që bëhet në këtë shoqatë? Spitali psikiatrik është i themeluar për herë të parë në Maqedoni në vitin e 1953 me 17 dhjetor. Prej atëherë për herë të parë hapet shoqata e infermierëve psikiatrike në Maqedoni. Këtë u motivuar nga nevoja se duhet infermierëve të jepet zë, vend, mbështetje. Shoqata na ofron edhe edukacione të ndryshme, ku do të mbahen seminare, simpoziume, po në të ardhmen shpresoj edhe kongrese të kemi. Mandi shkëmbimi ndërinstitucional në vend dhe jashtë vendit, në mënyrë të punës, në aparate, në gjithë shka, protokole të reja të punës, përparim i pjesës punës infermierëve. Sigurisht edhe ajo shumë e rëndësishme, kur nuk i ka ato kushtet baze, i bashkëveprimi institucional është shumë e rëndësishme. Shpresoj se në të ardhmen duhet merren hapa pak më të mëdha në këtë aspekt, si në edukime edhe në pjesë tjera. Mandi është një spital si psikiatria deri tash për shumë njerëz edhe që kanë bisedu një tabu temë, një frikë ndaj kësaj pjese që nuk përmendet askundi pothuajse. Një pjesë e padukshme, mirë po shumë kërkon profesionalitet, kërkon përvojë, kërkon kushte pune, kërkon reparte adekuate. Të gjitha spitalet në vend janë me një nivel shumë të ullët si ndërtim, si nevojat e pacientëve edhe personelit. Duhet punë. Ndë neve punojmë shumë falënderim të madhe dhe për formimin e shoqatës dhe sponsorëve si Fondacioni Maliqi, Bas Tutti Frutti, Eftinia Impex, këta aroma tanë kohën gjatë vitit, jo vetëm për simpozium, mirë po gjithmonë kontribojnë për spitalin. Kryqi i Kuq atje. Ne kemi edhe punëtorin ku punojnë pacient, terapinë e punës. Edhe atje punojnë shumë pacient edhe furnizohen prej spitalit, prej njerëzve që donojnë në spital. Shumë pjesë edhe janë të renovume në atë aspekt. Falënderim të madhe drejtori spitalit, e cili është një njeri me të vërtetim mrekullueshëm dhe shumë ambicios. Merë hapan për smisimin e gjendje spitalit e jep maksimumin prej vetës. Unë ashtu njëri ende nuk kam. Edhe shumë e rëndësishme që ato që janë në kryet të bëjnë maksimumin për përmirësimin e gjendjes. Se kemi parë ndër vite, kemi parë që as nuk është lejuar që të hynë mediat në spitale dhe të shohin gjendjen, se ka qenë me të vërtet një gjendje e mjerueshme kushtet në spitalin psikiatrik. Kemi ba edhe shumë renovume, drejtori i ka planet edhe për në të ardhmen, repartin gjyqtor që kemi gjendje mizore, njashtu repartin e 2 të meshkujve, ka arrit që ta renovoj komplet repartin e 2 të femrave, ku është një repart kronik. Kuzhina ishte në gjendje të mjerueshme. Si drejtor me të vërtet shumë ambicios dhe shumë punëtor që ka arrit i bjen në atë gjendje të mrekullueshme sot që mundesh lirisht të ish në kuzhinë të shofish shkëlqen me mjete të reja, me makina të reja, me kazana të ri, me shumë gjanda. Keni edhe videot që kemi ofru në atë aspekt. Zonja Flora, dua të di si është një ditë e zakonshme pune si motër medicinale për juve në spitalin psikiatrik? Si motër kryesore është puna ma tepër organizative. Një ditë pune imi është në mëngjes mbledhja me kolegët e udhëheqësit e reparteve.
të cilat raportojnë për gjendjen e një dite të mëparshme, si kanë kalu pranime, lëshime nga spitali, probleme që kanë pasën gjatë e kështu me radhë. Mirë po një ditë pune motrës tre partit, në mëngjes vizita kalohet me mjekun, mandej mëngjesi jepet, gjatë mëngjesit të ne është pak kur ndahet terapia, me njëherë në basë ushqimit, jepet terapia aty. Rinë motra medicinale, ndimësi edhe pacientin para. Si del për i kuzhinës, kam baru me mëngjesin, i jep terapin, ujin, e presim të gëlltisin, edhe të rinë afer të je 5 deri në 10 minuta. Shpesh pacientat tonë din mos t'i gëlltisin, tim shefin dërgju, në shëngoj, t'i hudhin. Janë pacienta me një natyrë pak ma ndryshe, pak... Edhe që e bën këtë repart të ndryshëm, shumë të ndryshëm se repartet e tjera. Kërkojnë profesionalizëm maksimal. Edhe për kushtim të veçantë. Për kushtim të veçantë. Sa është dhe vështirë të punohet në një repart psikiatrik, krahasuar me repartet e tjera të mjekësi, sepse dim se është një repart që kërkon, se që përmendëm, një kujdes të veçantë dhe një vëmendje më ndryshe. Repartet psikiatrike nuk do të them se janë për punë më të vështira, mirë po të punosh në një repart psikiatrik është sfidë më vete. Tek neve observimi klinik është qels, është trajtimi. Përderisa në repartet kirurgjike, internistike, mund të bëjmë analizat ndryshme, mund të bëjmë imaging metoda, neve vetëm e kemi observimin klinik. Dhe kjo kërkon një eksperiencë, një vigjilencë vazhdueshme, edhe duhet jemi të qetë dhe duhet jemi empatik ndaj pacientëve, për shkak se shumë shpesh kemi kriza emocionale tek pacientët, gjendje psikotike, depresionet thella, sulme të ankthit. I gjithë stafi duhet të jetë empatik, i durueshëm edhe të vepron në mënyrë të qetë, derisa të qetësohet. Duhet të ditë të menaxhohet situata. Kjo është një intuit profesionale. Kërkon shumë, kërkon punë, mirë po jo që nuk arrihet. Të ndalemi pak të kushtet aktuale në spitali, përmendëm edhe më herët, por dua ta di më thellësisht si janë kushtet në hapësira, në dhomat e pacientëve, si është në përgjithësi gjendja? Spitali thonë, kemi disa reparte që me të vërtet është mirim t'i shofish. Nuk janë adekuate për spital psikiatrik. Kanë qenë në kohën kur është ndërtu atëherë. Mas pari nuk kemi mjaftu shumë dhoma izolimi, si shembull e marri. Një dhomë izolimi, e ke një pacient që duhet fiksohet, ose pranim që duhet pacienti vetë tjetë në dhomë. Ato. Shembull të marrim pjesën e gjyqësorit. Aty i kemi 39 pacienta. Mirë po kushte për aqë pacienta nuk ka. Nuk ka që kemi krevata. Mirë po nuk ka që dhoma izolimi. Që mund tjenë nga 2 pacienta me një dhomë. Natyra e smundjes të neve është e tillë që kërkon me të vërtet. Nuk kemi sigurim aty. Në të repart punon një motër dhe një teknik. Drejtori mundsoj bëri këtë instalimin e butonave. Nëse ka ndoj rast, shtypet butoni dhe vjen sigurimi prej jashtë, gjithçka mirë, po nuk është ajo që duhet. Ishim në një vizitë në Prishtinë, në spitalin forenzik. Atje pa më komplet kushtet tjera, me një repart 15 pacienta, 3 reparte gjyqësor nga 15 pacienta. Me sigurim brenda, tekniku, motra, nga 2 pacienta me një dhomë, dhomat e izolimit adekuat me goma, me mos lëndohet pacienti. Gjithçka në repart drejtori e mendon edhe ta bën në vitin 2026 atë repart. Mirë po duhet shumë. Duhen edhe investime. Duhen investime. Përkraje institucionale. Ajo është më e vështira të merret, sidomos në kështu lloj repartesh në vendin tonë.
A ka mjaftueshëm staf për të kujdesur, si që e tham, realisht edhe merret që nuk është se numri mjafton për të kujdesur për të gjithë pacientët. Mirë po, pse është kjo mungesa? Është për shkak se nuk janë të interesuar të punojnë në spitalin psikiatrik ose nuk ofrojnë kushte adekuate për stafin mjekësor? Ku qëndron problemi? Spitali jon ka 11 reparte në spital dhe 7 spitali ditore në qytet që janë të shpëndame. Është spital jashtëzakonisht i madh. Kapacitetin e ka 1035 krevat. Në spitalet ditore, njashtu i kemi edhe mvarësit në ata spitale. Ka shumë munges në staf, e shoh shpesh se në përgjithësi. Ja, edhe i kam marrë në shënume. Kemi 20 mjek specialist dhe nevrospecialist dhe 3 mjek që janë në specialisim. Prej motrave kemi 82 motra me shkollë të mesme dhe 12 me shkollë të lartë. 34 ndihmës të motrave. Ky numër është jashtëzakonisht i vogël. Kur e krahason me numrin e pacientëve është? 7 sociolog, 9 psikolog, 3 punëtorë në terapi të punës. Terapia e punës është jashtëzakonisht e nevojshme për këta reparte. Si dhe sociologët, si dhe psikologët, mjekët, motrat. Është absurd, mendoj, personeli jonë është tepër i mirë. Unë Jem mësuar me ta, i ke aty çdo ditë. Janë shumë punëtar të mëdhej, gjinden në çdo moment, e bajnë pamundurën për pacientët, në atë numër të vogël që janë, me të vërtet janë shumë efikas në punë. Shumë. E po nuk mundit të kesh kush e di se çfarë suksesi me gjithë atë mund që e japin ai numër i vogël i punëtorëve. Nuk është e mjaftueshme. Absolutisht, jo. Është e vështirë edhe të bashkëveprohet në ambient kur nuk e mjaftueshëm ndihmë. Gjithë ky numër i vogël i stafit mjekësor në spitalin ton e ngadalson procesin e trajtimit. Për shembull, nëse duhet reagohet më shpejt, ke deficit motrave, ke deficit të përkujdesësve, ke deficit edhe të mjekëve, edhe kjo mund të avonon edhe reagimin e mënjëhershëm, edhe përkujdesjen të vazhdueshme të pacientëve. Sikur të kishte më shumë staf, do kishte edhe trajtimi, do kishte rezultate edhe më të shpejta. Jo vetëm te neve, nuk është ky problem, është problem rajonal, mirë po do kisha thënë edhe problem gjithë Evropën. Kanë një rezistencë të punohet në spital psikiatrik, shumica e motrave, po lirisht mund të them edhe prej mjekëve, i ikin spitaleve psikiatrike. Një është frika, një është stigma. Ndodh kjo edhe për shkak se siguria nuk është në nivel edhe friksohen? Ndodh. Te neve, realisht mund ta them edhe haptas, ne nuk kemi hazard pay, nuk kemi të pagum atë rrezikun e punës që e kemi në vazhdueshmëri. Çdo ditë që shkohet në spital, ti nuk e di se çka të pret, për shkak se shumë shpesh kemi edhe situata të paparashikueshme. Janë tjekuna edhe ato benefitet që i kemi pas. O vetëm orari shkurtum momentalisht është. Në gjithë botën, në spitale psikiatrike, ditë pushimi kanë shumë ma tepër. Mandej derisa në disa shtete është edhe kufizimu e sa vite mund është punojshë në psikiatri, në repartet akute. Apo diçka. Këtë vendimin edhe për me hapë shoqatën, biseda e parë ishte falemnderimet e motrës shoqatës, motrave dhe teknikëve, zonjës Gordana Beshlievska. Me atë me një mbledhje më thiri dhe thotë bisedojmë, Flora, qka donë të arish? Dhe më du të qoj për para psiatrin, të flitet për psiatrin, të flitet për motrat psikiatrike. Ne jemi këtu, jemi të i punu, kemi nevoj për ndim, kemi nevoj për kushte, kemi nevoj për punëtor. Të hiqet ajo tabu tema psikiatri.
Edhe duke marrë parasysh të gjithë punën që e bëni, duhet patjetër të përmendet, po patjetër edhe të ofrohet ndihmë në të njëjtën kohë. Kemi një personal perfekt që është. Me të vërtet, në ato kushte që punon e jep maksimumin prej vetes. Edhe duhen të merren masat, përmirësohen ato kushte, me përmirësimin e kushteve edhe personeli, edhe gjeneratat e reja do të kenë dëshirë të vinë punojnë. Sigurisht. Është një vend pune që donë një profesionalizëm, një qetësi, një bised me pacientet, e ne mbahen edhe terapi pune me sociolog, me psikolog, punimet ndryshme dorës, videon që u dorëzova për solemnitetin që ishte për hapjen solemne. Gjitha ato piktura në përmurit që janë të vendume, gjitha ato janë punimet pacientëve tanë. Sa simbolike e bukur kjo. Shumë. Mandej punime dore ndru, prej para 40 viteve, 30, 50, kemi shumë jashtëzakonisht bukura. Ato janë unikate, ato janë pasuri e spitalit. Pavarësisht asaj se rinovohet edhe punohet edhe prap se prap nevojiten kushte më të mira, cilat janë ato ndryshimet më të rëndësishme që i keni vënë re përgjatë viteve të fundit që kanë ndodhur edhe në spitalin psikiatrik, po ndoshta edhe në mënyrën se si njerëzit e shohin spitalin psikiatrik. A keni vërejtur ndonjë ndryshim në qasje? Në gjatë bisedave, mendoj sikur kohët e fundit ka një hap i vogël ndaj psikiatrisë, një mirëkuptim. Me të vërtet, shkonin në shtetet tjera, psikiatrat e psikologët paguhen sumat mëdha për biseda, sidomos prej Covidit edhe e këndej. Depresionet janë smundjet e këtyre viteve të fundit shumë më në pase që kanë qenë më parë. Sa shpejt arrin që spitali të reagon ndaj emergjencave që i përmendet edhe me herët që mund të jenë të shpeshta edhe rasteve më të rënda? Sa është e lehtë për juve të manuvroni në situatat e tilla? Spitali jonë siguron për kujdesje për pacientët 24/7. Kemi staf kujdestarojnë 2 mjek. Pastaj kemi edhe stafin e mesëm cili kujdestarojnë. Të neve pacientat kur vinë në ambulantën e pranimit, gjithmonë vinë, mos them në mënyrë dramatike, po vinë me ndihmë të shpejt, vinë me asistencën e policisë, për shkak se zakonisht neve trajtojmë raste më të rënda, duke filluar nga psikozat, cilat janë të shoqëruara me halucinacione, deluzione, pastaj sjellje agresiviteti, cilat janë shumë shpesh simptome të sëmundjeve, siç janë shizofrenia dhe rrethi i sëmundjeve të shizofrenisë, shizoafektive, shizotipe. Pastaj kemi sjelljen e sëmundjeve bipolare, ku janë pacientët hiperenergjik dhe keqpërdorimin e substancave narkotike. Neve mas shumti raste cilat kemi në kujdestari për pranim janë psikoza. Sa të shpeshta janë të tilla raste dhe sa din të bëhen të rrezikshme? Po thuj se nuk ka kujdestari gjatë të cilëve nuk kemi pranime të pacientëve, janë të rrezikshme, shpesh herë këta pacienta për shkak se nuk kanë kontakt me realitetin, din të jenë agresiv me të tjerët, po mund të jenë edhe autodestruktiv, domethënë të vetlëndohen, pastaj mendime suicidale, deluzione të cilat mendojnë se janë të përndjekur. Janë rastet interesante, janë rastet çuditshme të cilat kërkojnë një përgjigje me një hershme, që pacienti kur të pranohet ta ndjenë se është i sigurt, ta ndjenë se ka përkrajën, mos ta ndjenë se është e gjykuar për shkak se jashtë në rreth gjithmonë janë të rrethuar, edhe neve shpeshherë me kolegët e diskutojmë në kujdestari, po sa të terrohet, do e dim se do kemi një pranim, e shohin situatat rrethana që mos t'i shohin të tjerët, mos t'jenë të paragjykuar se e kanë thirrë policinë, e kanë thirrë edhe ambulancën, edhe zakonisht ju ruhen këtu në rrethanave që mos të paragjykohen nga të tjerët. A ka pas ndonjë rast që ndoshta juve si staf keni qenë të rrezikuara nga këto reagime të pacientëve? Ka shumë shpesh, mos them se janë përditshmëri, mirë po jo të gjithë pacientët me sëmundje psiqike janë të rrezikshëm.
e përmenda edhe më herët, në shumicën e rasteve ata janë të cilët janë të rrezikuar për shkak se tash nuk kanë kontakt me realitetin, i përjetojnë gjërat në mënyra të ndryshme, kanë halucinacione auditive, vizuale, shohin gjërat të cilat nuk ekzistojnë, shpeshherë duke tentuar të vetëmbrohen, i lëndojnë të tjerët, kështu që jemi edhe neve si staf, kërcënime verbale, ndonjëherë edhe fizike, mirë po prapë se prapë disi jemi përgadit edhe kemi formu një farë rezistencë ndaj këtyre pacientëve, mundohemi në mënyrë verbale të qetësojmë, mos të konfrontohemi me të, po ta ndjejnë atë hapësirën e sigurt edhe sikur është i kuptuar edhe jo i gjykuar për sjelljet edhe veprimet cilët i bën. Pikërisht të deshta të dalë, si siguroheni që pacientët të ndjehen të sigurt edhe të respektuar në atë ambient, se e dim se si i trajton shoqëria jashtë të paktën brenda atyre mureve të ndjehen? Mundohemi të jemi transparent. Pikën e parë, i pyesim a e dini se ku ndodheni. Edhe shumicën e rasteve pacientët veç se te neve e kanë fatkeqësisht si shtëpinë e dytë, edhe e dinë se ku ndodhen. Pastaj edhe neve mjekeve na njohin shumica e pacientëve, ju tregojmë se do të hospitalizohen në këtë spital, trajtimi do vazhdon kështu, fillimisht 24 orët e para janë në dhomën e izolimit, ku do jenë të mbrojtur. Nuk ka mjete të mprehta, nuk ka mjete cilat mund edhe vetë lëndojnë, po të ta lëndojnë personelin ose pacientët të tjerë. Pastaj ju tregojmë se do fillojmë me këtë terapi e cila është e përshtatshme për ty, në qoftë se ka nevojë për anksiolitik, antipsikotik ose antidepresiv, varësisht prej gjendjes së pacientit. Mundohemi që të jemi sa më transparent, mos ta ndjen atë paragjykimin edhe mos konfrontohemi me të, po të jemi ata mirëkuptuesit për gjendjen e tij. Çka ndodh pasi të mbaron trajtimi? A merren këto pacient, apo shpesh keni raste që edhe ju lihen aty? Si funksionon si proces? Kemi edhe raste kur kemi bashkëpunime me familjarit, po shpesh herë pacientët tonë fatkeqësisht janë raste sociale, edhe familja shpesh herë i sjell tek neve që në një farë mënyre fatkeqësisht që të shpëton nga ata, ne e dim se edhe ata janë të stërlodhur, nuk është e lehtë të jetohet me një pacient cilet ka çrregullime mendore, sidomos të llojit të psikozave, mirë po fatkeqësisht edhe kur përfundon trajtimi, telefonojmë, dhe të vini, të merrni, shpesh herë hasim në rezistencë, edhe vonohen familjarët derisa ta arrin t'i marrin, ose shpesh herë nuk vjen edhe fare hiç t'i marrin, edhe pse në atë periudhë pacienti është në një remision, është në një fazë që është stabile, themi neve në psikiatri. Atëherë, para se të vazhdojmë me diskutimin tonë, do të shkëputemi shumë shkurt edhe një herë për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio. U rikthyem përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin tonë. Tani dua të ndalem pak tek, i përmendëm edhe më herët ato momentet më të rrezikshme që ndodhin nga pacientët kundrejt jush. A keni ndjerë ndonjëherë mungesë të mjeteve për të vepruar në të tilla raste? Përmendëm mungesë kryesore në spitalin tonë është stafi mjekësor, duke filluar nga specialist psikiatër, pastaj motra, për kujdesës së pacientëve. Mjetet tjera, për shembull, si barna, kemi konsiderueshëm, mjaftueshëm, kemi në spital, ndoshta mungon ndonjë gjenerate antipsikotikëve të ri, mirë po nuk është që nuk furnizohemi edhe nuk është problem. Problem kryesore kemi stafin mjekësor, gjithashtu duhet ta potencoj, nuk jemi mjaftueshëm të pasur me mjete cilat përdoren për sëmundje somatike, për shembull ishte mëse nevojshme ta kemi një EKG e cila interpreton shumë shpejt ritmin e zemrës, pastaj një EEG, pse jo në secilin repart, imaging metoda. Mirë po thash, këto ma shumë neve na duhen për trajtimin e sëmundjeve cilat nuk janë në grupin e sëmundjeve psikiatrike. Për diagnostifikimin e sëmundjeve psikiatrike mjafton një observim klinik i vazhdueshëm, pastaj kemi edhe vlerësimin psikologjik, edhe me këto pjesë e vendosim edhe neve diagnozën psikiatrike. Si që përmendi doktoresha për mjetet për sëmundjet psikiatrike, deri tash përpara ka pasën disa mjetet cilat me vite veç ma kanë rapri përdorimit, si janë vjetruar ashtu. Vitin 2025 drejtori e bani listën e mjeteve të reja,
Këtu kemi me një jetë tash në spitalin tonë, kemi mjete të reja, kemi set të reanimacionit. Në çdo repart ka set të reanimacionit me ambu, me RVI, me maska për ventilim, me oksigjenoterapi, pacient monitor, kemi qëtë për tjilët 24 orë pacientin monitor, EKG, i kemi 2 EKG atash, mandi gjatë verës, gjatë vapës, njësojnë atë plan programin e drejtorit për 2025-ën, gjitha repartet janë furnizue dhe ekstra hospitalet me inverter të ri, klimatizime të reja, sa do kudo janë ofru kushtet një pjesë të më për atë spital është minimale, sa ajo kërkon tepër, ajo kërkon me temel të rindërtohet. Mirë po prapë frigoriferat të ri, inverterat të ri, makinat larjes, tenve, se edhe ajo pjesë ishte problematike. Të robave të pacientave, shumë. Mandi në përdomat e pacientet nuk është si në për spitalet tjera. Duhet të kenë dyshek të cilët janë me musham të mbështjellona. A tjetër, qarshafat njëso janë që nuk lëshojnë ujë. I ka në të specifikat e vetë. Apo stafat si vjetë gjithë spitali është furnizu me një sumë jashtëzakonisht madhe, mirë po jo e mjaftueshme që të merren shembull 10 EKG-a, në çdo repart ta ketë aparatin e vetë. Mirë po i kemi shembull në disa reparte që e kemi patjetërsueshme. Duhet ende shumë, ose EEG2, dohet 4 minimum. Për t'ja u lehtësua dhe juve punën edhe të keni ma apë. Mande kemi probleme këto vakum pumpa, pacientat e tonë edhe prej terapisë, edhe prej çrregullimeve që kanë probleme me gëlltitje atë dhe doktoresha më ashtu, cilat Maqedoni nuk mundem kërkun t'i gjejmë, përveç të në Amerikë. Ato, në gulfatet pacienti me vakum pumën, me vakum. Edhe bolusit tërheqet. Bolus pumpa ashtu tërhekes. Ka disa gjana që me të vërtet ka nevoj. Ka ishat për fiksim me magnet. Ne kemi, mirë po natyra e pacientve është që e merë, e pret, e dëmton, edhe ajo që ndryshmëria të ne është afat shkurt. Të brenda vitit, prej 10 kompleteve, jesin 4, maksimum 5. Duhet të zëvendësohen më pas. Do vjetë duhet më, po që ata janë sumat më dhaja. Mirë po, këto iniciativa janë të rëndësishme dhe patjetër janë për të përshëndetur, për shkak se mjafton që janë bërë hapa. E aduroj drejtorin e thëmë 100 vjetë të rëpshë. Janë bërë hapa për të përmirësuar këtë gjendje. Dua të kalojmë pak tek stigmatizimin në shoqërinë tonë. Si mendoni se i percepton shoqëria jonë spitalit psikiatrike dhe pacientët me çrregullime të shëndetit mendor? Fatkeqësisht jo vetëm te neve, por edhe në region edhe kudo në botë, spitalet psikiatrike janë stigmatizuara. Kjo mund të them për shkak se në të kaluarën ka pas dokumentare shumë për spitalet psikiatrike edhe filma gjithashtu ku janë paraqitur si azile me kushtet të tmerrshme. Kjo ka mbjell tek popullata frikë, stigmë, se tek këta spitale trajtohen vetëm pacientë të cilët janë të agresiv, të cilët janë të rrezikshëm për shoqërinë, kështu e kjo në përditshmëri nuk është as pak e vërtet, për shkak se te neve funksionojnë edhe stafi mjekësor edhe pacientët në një hapësirë shumë normale, me një ndriçim shumë normal, nuk janë ashtu të errta, nuk janë ashtu të frikshme. Gjithashtu pacientët që tisin lirë në korridor si në çdo spital tjetër, edhe stafi mjekësor, edhe nuk duhet të stigmatizohen, edhe pse edhe motra Flora tha prej Covidit e këndej, disi ka filluar të ngrihet niveli i popullatës, por prapë se prapë duhet shumë punë, edhe duhet t'i japim një zë,
për shkak se jo vetëm rastet të rënda përfundojnë në spitale psikiatrike, ne kemi përveç psikozave që përmenda, ne kemi edhe pacient me neuroza, trajtojmë depresion, trajtojmë atakët e panikut, trajtojmë ankthet, trajtojmë sëmundjet disociative, pastaj çrregullimet e personalitetit, gjithashtu çrregullimet obsesive kompulsive e kështu me radhë, cilat nuk janë absolutisht të rrezikshme as për pacientin as për të tjerët rreth tij. Edhe kjo stigmë duhet të ulet, njëherë t'i japim edhe zë edhe nëpër media, edhe jeni të mirëseardhur kur doni në spitalin tonë të shihni se me të vërtet nuk janë ashtu kushtet siç paraqiten edhe siç janë paraqitur më herët. Dua të di, a vini re ende stigma kundrejt këtyre pacientëve, siç e përmendët edhe ju, që shpeshherë neve kemi tendencën t'i fusim krejt në një thes edhe të themi kështu është një person me sëmundje psiqike. Ndoshta zonja Flora ndër vite e ke parë diferencën më shumë. Si ka ndryshuar perceptimi i shoqërisë tonë, sidomos gjatë viteve të fundit? Do ndërlidhesha unë në këtë pyetje për shkak se jo vetëm shoqëria, pacientët tanë kanë self-stigma, ato vetë stigmatizojnë veten. Fillimisht frikojnë t'i afrohen ndonjë partneri, cila vështirëson funksionimin normal të jetesës. Pastaj edhe kur kërkojnë punë, çka nëse shefi ose drejtori im e kupton se unë e marr barna nga psikiatri, ato kanë tan kohën një presion të cilët ja krijojnë vetë vetës, domethënë kanë një self-stigma. Edhe shoqëria jonë gjithashtu shumë shpesh i paragjykon këta persona. Mund të jetë në ndonjë sëmundje e lehtë dhe terapia mund të jetë shumë e lehtë, mirë po vetëm kur ta kuptojnë se ky person e viziton psikiatrin edhe psikologun, menjëherë ka një stigma, se fjala stigma do të thotë etiket, do të thotë është i etiketuar edhe nga shoqëria, mirë po edhe nga vetvetja. Për atë shumë shpesh edhe shumë mundohemi të flasim me pacientat hapur se sëmundjet mendore janë çrregullime si sëmundjet tjera somatike, si sëmundja e tensionit, si sëmundja e sheqerit, do të thotë edhe depresioni, edhe ankthi është një sëmundje si sëmundje tjera, edhe barnat në psikiatri janë barna si për sëmundjet somatike, si barnat hipertensionit ose antidiabetikët e kështu me radhë, mundohemi që t'jau shpjegojmë, që t'jau mbjellim në mendje se nuk është diçka wow se merr ilaçe nga të përshkruara nga psikiatri, me ato ilaçna mund të funksionon përditshmëri, mund të punoj të gjitha profesionet, duke filluar edhe prej te mjeku edhe profesione tjera, pse jo. Sa ja u vështirëson juve punën ky perceptim i njerëzve dhe sa e keni të vështirë t'i bindni ato se jo, nuk është kështu, po është kështu? Thash edhe në fillim, neve komunikimin verbal e kemi mjet kryesor gjatë trajtimit, pastaj vinë medikamentet ose trajtimi farmakologjik. Mundohemi shumë hapur të flasim me pacientat, shpeshherë edhe nuk arrisim që t'i bindim. Mirë po neve gjithmonë i kemi atë programin, si të flasim, si të qasemi pacientit. Jo vetëm pacientët, por edhe shoqëria për rreth, se shpesh është më e vështirë t'i bindësh njerëzit jashtë, familjarët, se sa mundohemi, mirë po fatkeqësisht nuk kemi shumë programe edukative neve në vendin tonë. Duhet të flitet pak më hapur për sëmundjet mendore, edhe nëse reagohet në kohën e duhur, nëse mirët tretmani adekuat, edhe pastaj vazhdimësia e sëmundjes të ketë një rezultat më pozitiv, më të mirë, pse jo, s'do të thotë që një sëmundje mendore nuk shërohen si edhe sëmundje tjera. Kemi disa sëmundje të cilat janë procesuale, ka një fillim, vazhdimësi dhe një përfundim, mirë po çrregullimet e neuroza, për shembull depresioni, ankthi ose sulmet e panikut, të gjitha kanë një trajtim edhe mund të them edhe një shërim të plotë. Edhe që janë shumë të shpeshta në rrethin tonë, po që shpesh nuk janë të vetëdijshëm, edhe nuk janë të vetëdijshëm edhe nuk kërkohet ndihmë. Duhet mendoj se sa më tepër të ketë edhe emisione televizive që të ngrihet vetdia e popullatës. Sigurisht. Unë kam punuar 23 vite si teknike anestezionit të reanimacionit kujdesit intenziv spitalin shtetënor të shtatori tash që është, nuk kam punu psikiatri ma parë. Edhe njësoj edhe unë kam mendu se pacientët që janë me terapi se nuk mundet të funksionojnë si pacientët tjerë. Do të të me të vërtet na mungon kjo pjesë. Disa vite kam qenë në spitalin ditor në Vllaj. Atje e kisha fillimin në pjesën e psikiatrisë.
pacientat atje vinë, marrin terapin, shkojnë, funksionojnë normal. Kanë shumica, kanë edhe vendet punës të rregullta që punojnë. Një proces Janë krejt normal. funksional normal. Vetëm se është dallimi të pacientat cilët të afërmit kanë kujdes, edhe Kanë mbështetje familjare, kanë po. mbështetje familjare, ato funksionojnë normal. Pjesa tjetër që nuk kanë mbështetje familjare është një numër që dështon. Është një numër edhe që vazhdon mirë. Edhe hospitalizimet të këta pacient janë ma të shpeshta. Ka dallim. Ka dallim. Do të shumë do të mbështetja e familjeve. Dhe kjo është një mesazh që duhet përcjellur tek të gjithë ata që kanë probleme të shëndetit mendor dhe duhet të flasin me të afërmit e tyre dhe të afërmit të kenë një qasje pak më ndryshe drejt tyre. Cilat janë ndryshimet që dëshironi të shihni në sistemin e shëndetit mendor? Shumë pjesë e bukur, një vizion. Një vizion. Një vizion që kisha dëshiru me të vërtet të shohë një spital në nivel europian i ndërtuar me standarde që i takon asaj natyre të smundjeve të pacientëve t'i kenë ata kushte. Edhe ne si punëtorë në ata spitale, si mjek, si teknik, si ndihmës gjithëve, t'jemi të kënaqur kur shkojsh në punë ta dush të punojsh. Është punë e bukur, unë pacientat shumë i du. Edhe kam një marrëdhënie me të vërtet shumë ashtu të mirë me pacientat. Kjo është shumë e bukur. Me të vërtet. Edhe është e vërtet se për të kuruar sëmundjet e shëndetit mendor është e rëndësishme hapësira në të cilën je, nga perceptimi im. Nuk duhet të jetë një spital tipik që të ndihesh si i sëmur, është ndjenjen që ta japin përgjithësi spitalet. Duhet të jenë hapësira ndoshta pak më të ngrohta, më të. Spitali jonë është një spital jashtëzakonisht i madh. Ka një natyrë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Shumë është e bukur. Kemi disa donatorë që janë Amerikan, ata e kanë renovu pjesën pjesa e tretë e femrave, repartin. Tash kanë ba edhe një që realisht duhet ketë çdo repart ashtu, park të bukur, me ujse, gjelbrim, mandi terapia e punës, kanë ba disa vizatime bashkë me pacienta, ju tregova se pacientat e tonë punojnë shumë bukur, disa që miren edhe me artë, me ashtu shumë vizatime të bukura stinët e vitit, nuk të çfarë. Në atë mënyrë, po duhet e gjithë repart të ketë atë pjesë. Gjatë verës dalin pacientat, argëtohen, ajrë pastër marrin, po edhe dimrit edhe në mes dimrit, të ketë borë, pak diell, ajri pastër, freskohen. Ne kemi nevojë si personel, dalim në ashtu. Natyra shumë është e bukur. Vendi është perfekt ku gjendet spitali, është pak pjesë e izolume prej qytetit. Shumë pjesë e rëndësishme kjo. Çfarë do t'i thonit sot, ndoshta dikuj që na ndjek që ka probleme të shëndetit mendor, mirë po që ka frikë nga paragjykimet edhe mënyra se si shoqëria e sheh këtë pjesë? Neve gjithmonë ju sugjerojmë pacientëve kur kanë ndonjë simptom ose ndonjë hall që ta ndajnë me dikë. Një hall i ndame përgjithmonë edhe dhimbjen edhe atë peshën e simptomeve. Gjithmonë i këshillojmë fillimisht të flasin hapur me familjarët që dhe ata ta dinë gjendjen e pacientit, mirë po edhe të kërkohet ndihmë në kohë të duhur edhe tek personat kompetent, për shkak se shpesh herë kemi hasur tek disa pacient ku kanë kërku ndihmë tek një pjesë alternative, le të themi, edhe pastaj vështirësohet edhe trajtimi. Neve si shoqëri e kemi shumë të vështirë të tregojmë kur nuk jemi mirë, edhe mendoj që kjo pjesë na mungon shumë, po njëkohësisht na mungon edhe ajo mbështetja familjare. E kemi të vështirë t'i themi dikujt të na dëgjon për problemet. Të kërkojmë ndihmë. Të kërkojmë ndihmë. Çfarë mesazhi do t'i drejtojmë familjarëve që ndoshta përballen me një familjar tjetër që ka probleme të këtyre llojeve? Ta përcjellin sjellje, ta përcjellin simptomat. Një pjesë simptomeve të para, pothuajse të çdo sëmundje, të çdo çrregullimi psikiatrik është pagjumësia.
pagjumësia, impulsiviteti, neurozat, pastaj disponimi ullët, leta përcjellin, shpesher edhe pacientët tanë nuk janë vetë kritik se çka po ju ndodh, ta vetë disojnë se diçka nuk është në rregull me të, edhe kërkohet ndihmë në kohë të duhur dhe thash, po e përsëris tek personat kompetent. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë shumë të këndshme, falenderoj shumë që keni energjinë dhe ndani kohën tuaj për të dhënë maksimumin nga vetja për të përmirësuar gjendjen për pacientët dhe jo vetëm. Falenderoj shumë që ishit sot me ne. Faleminderit edhe ju për ftesën. Faleminderit shumë ishte kënaqësi Shpresoj edhe emisione shumë të shpesha. Uroj të takohemi prapë për të parë se si është përmirësuar edhe më shumë gjendja në këtë spital. Faleminderit shumë.